Zëvendës kryeministrja, njëherëzi ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, inspektoi situatën në zonat e përmbytura të qarkut të Fierit. Ajo tha se gjendja po shkon drejt përmirësimit pasi lumi Seman është kthyer në shtratin e tij dhe është kryer evakuimi i plot i banorëve. Jemi ta quajmë në një stat përmirësimit situatës, pasi lumi Seman është kthyer në shtratin e tij. Sigurisht këtu jemi shumë afër hidrovorit dhe kjo është një zonë ku vazhdon të ketë prezencë të ujit. E rëndësishme është që 20 banesa që janë prekur, asnjë nga qytetarët nuk është dëmtuar, është bërë evakuimi plot të gjithë banorëve të zonës. Kishim para pak orësh një situatë me 2 barinj të cilët nuk arrinim t'i kontaktonin, megjithatë ata janë gjetur, janë të sigurt. Më tej Balluku theksoi se ditët në vijim do i dedikohen riparimit të dëmeve. Nuk parashikohet në 2-3 ditë në vazhdim që të ketë rreshje dhe kjo do jetë koha për të rikuperuar edhe dëmtimet që kanë ndodhur në argjinatura. Ishte para pak po diskutonim me inxhinierët e bordit për sa i përket bordit kullimit, pra për sa i përket kësaj situate. Gjithsecili është në pozicionin e vet në krye të detyrës duke ju përgjigjur kërkesave të qytetarëve. Për sa i përket kaskadës Devollit, është e rëndësishme kjo për të thënë, duke qenë se ndikimi i asaj kaskade vjen këtu në lumin Seman, që shkarkimet janë ulur në kuotën minimale, janë më të ulta se prurja që ka kaskada në këto momente. Kompania Statkraft na është përgjigjur thirrjes tonë pikërisht për t'i ulur sa më shumë shkarkimet dhe për të pasur një menaxhim të mirë ashtu siç kemi bërë me kaskadën e Drinit. Kaskada e Drinit është menaxhuar në mënyrën më të mirë duke minimizuar përmbytjet në fushë Shkodër. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kaskadën e Devollit. Tani do të na duhet që të bëjmë të gjithë riparimet e duhura, do na duhet që të bëjmë vlerësimin e dëmeve ashtu siç e kemi thënë, siç e ka thënë kryeministri Rama, dhe çka është më e rëndësishme më pas në një mënyrë të drejtë me të gjitha grupet e ngritura nga bashkitë e zonave të prekura, nga emergjenca civile, t'ja dalim për të bërë një shpërndarje të kompensimit që do të jetë ekuivalent i një skeme e cila po ndërtohet nga Ministria e Financave dhe Ministria e Bujqësisë si për banorët që janë prekur banesat, ashtu edhe për dëmet që kanë ndodhur në përsera. Autoritetet bëjnë thirrje që banorët e zonave të prekura të kontaktojnë pushtetin vendor për ndihmë, ndërsa në terren vijon monitorimi deri në normalizimin e plot të situatës.